Ja se çfarë i ndodh zorrëve, diabetit dhe zemrës nëse pini lëngun e lakrave çdo ditë. Sapo ta provoni, do të shihoni gjithmonë më shumë elementët e saj ushqyes në dobi të vlerave të organizmit. Ilaçi varfër pasi është i përballueshëm nga çmimi për të gjithë, por mund të japë rezultate fantastike në vlerat e organizmit. Po ashtu, ai mund t'ju bëjë të ndjeni më të bukur duke përmirësuar shëndetin e lëkurës dhe të flokëve. Por cilat janë përfitimet kryesore që do të marrë shëndeti juaj nga përdorimi i lëngut të lakrave? Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Konsumi i përditshëm i kësaj pije do të parandalojë dhe lehtësojë disa lloje të problemeve që shkaktohen nga radikalet e lira, siç janë ato të gjirit, të zorrës së trashë, gjithashtu dhe të mëlçisë, mushkërive, vezoreve të tjera. Në shumicën e personave që konsumojnë këtë lëng, ka edhe përfitime mbërslëndse për shkak të vlerave që jep shëndetit tuaj. Lëngu i lakrave është një mundësi shumë e mirë edhe për ata persona që vuajnë nga ulçra akute. Ulçra akute mund të lehtësohet fare mirë me konsumin e lëngut të lakrave. Siç e thamë edhe më herët, pirja e lëngut të lakrës ndihmon në detoksifikimin e organeve jetike. Vështirë mund të keni dëgjuar gjithashtu se lakra përmban vitaminën U, e cila ndihmon në forcimin e sistemit të shëndetit të stomakut, të tretjes dhe rezistent ndaj ulçrave. Lëngu i lakrave është një mundësi shumë e mirë ushqyese edhe për ata persona të cilët do vuajnë nga problemet e kolitit. Lakra ka në përmbajtje të saj nivele të larta të sulfurit dhe klorinës, të cilët bëjnë gjithashtu një pastrim të shkëlqyer të zorrës së trashë. Nëse ndjeni fryrje barku, gazra ose të përzira, mos u shqetësoni. Ajo që vepron në këtë rast do ju ndihmojë në lehtësimin e problemeve dhe do të sigurojë gjithashtu një mbrojtje më të mirë të shëndetit tuaj. Lëngu i lakrave do të ndihmojë në reduktimin e kilogramëve të tepërt në trup. Në përbërësit që gjenden te lakra, e kthejnë sheqerin dhe karbohidratet në yndyrna të mira. Kërkoni receta të përgatitura me supë lakre në sallatra të ndryshme, e cila mund t'ja përfitime mbreslëndse në dobi të vlerave të shëndetit. Lakra ka përfitime të mira antimikrobike. Lëngu i lakrës ndihmon në parandalimin e sëmundjeve bakteriale, të cilat shkaktohen nga ushqimet e kontaminuara, të paketuara dhe të konservuara. Lëngu i lakrës ndalon zhvillimin e bakterieve dhe sëmundjeve siç janë Escherichia coli, listeria e të tjera. Kërkime shkencore tregojnë se lakra ndihmon gjithashtu edhe kundër zhvillimit të bakterieve të këqija dhe përmirëson gjithashtu sistemin tuaj tretës duke mbajtur larg këto shqetësime. Lakra është një ushqim i përkryer për shëndetin tuaj të trurit. E plot me vitaminën K dhe antioksianin, të cilat ndihmojnë në funksionet e mira të trurit dhe të përqendrimit. Ato ndihmojnë gjithashtu edhe në parandalimin e dëmtimeve nervore, duke mbrojtur gjithashtu trurin kundër Alzheimerit dhe demantinës. Lakra e kuqe ka në përmbajtje të saj edhe përbërës me veti antioksiduese që mbajnë larg këto shqetësime dhe sjellin gjithashtu një rezistencë më të mirë të organizmit tuaj. Sigurohuni ta konsumoni atë si pjesë të dietave tuaja ditore dhe ndikimet që do të merrni do të jenë fantastike në rigjenerimin e shëndetit. Lakra është e pasur me nivele të larta të antioksidantëve. Antioksidantët që përmban në lëngu i lakrës janë perfekt për të përmirësuar lëkurën e thatë si dhe për të parandaluar plakjen e parakoshme. Pra përdoreni lakrën çdo ditë në ushqyerjen tuaj, por edhe maska dhe trajtime natyrale me lëngun e saj mund të jenë efektive në dobi të vlerave të shëndetit. Lakra është një përzgjedhje shumë e mirë ushqyese edhe për lehtësimin e problemeve në lëkurë. Vendosni shtresat e lakrës në mbështetje të lëkurës tuaj ku keni probleme që shfaqen tek ajo. Ato do të lehtësojnë dhe do të rigjenerojnë më mirë mbrojtjen e lëkurës suaj dhe do të lehtësojnë komplikacionet që i kanosen në saj. Shtimi i lakrës në dietën tuaj do të përkthehet në një mbrojtje më të veçantë ushqyese edhe për shëndetin tuaj të kockave. Të gjitha llojet e lakrave janë burime të shkëlqyera të mineraleve dhe vitaminave siç janë për shembull kalciumi, magnezi dhe potasi. Këto tre minerale janë esenciale dhe të domosdoshme për shëndetin tuaj të kockave, nga osteoporoza deri te sëmundjet të tjera degenerative për kockat. Gjithashtu lakra ndihmon në përmirësimin e shëndetit tuaj në mënyra të ndryshme.
Lëngu i lakrave është një përzgjedhje shumë e mirë për persona që vuajnë nga sëmundjet kardiovaskulare. Do të ndihmojë në shëndetin më të mirë të syve. Do të përmirësojë qarkullimin e duhur të gjakut. Do të parandalojë dhe lehtësojë problemet të ulçrave. Ul kolesterolin e keq, përmirëson më mirë organizmin dhe mban gjithashtu më të forta kockat tuaja, duke siguruar një mbrojtje më të mirë të imunitetit të trurit dhe ndihmon gjithashtu në uljen e peshës së tepërt trupore. Shtimi i lakrave në dietat tuaja mund të sjellë përfitime të mira të antioksidantëve, të përmirësojë dhe rigjallërojë lëkurën. Ekspertët e rendisin lakrën si një prej perimeve më të mira ushqyese në dietën tuaj ditore, falë ndikimeve të mëdha ushqyese që ajo përmban. Lakra ose lëngu i saj do të përkthehet në një mbrojtje të veçantë për shëndetin, në lehtësimin e komplikacioneve dhe gjithashtu e rritjen e rezistencës së tij. Lakra është një përzgjedhje fantastike, me dobi të larta për vlerat e shëndetit dhe lehtësimin e problemeve që i kanosen. Ngjyra e lakrës e bën atë që të jetë më e veçanta. Ndonse në të vërtetë një derivat i lakrës së gjelbër, ajo në ngjyrë të kuqe është më e pasur gjithashtu me lëndë ushqyese. Ajo përmban 10 herë më shumë vitaminën A, duke plotësuar 33% të nevojës ditore për këto vitamina. Ka 14 mg më shumë vitaminë C dhe më shumë hekur. Lakra e kuqe mund të hahet e gjallë ose e gatuar, por në këtë video do të rendisim arsyet pse duhet ta përfshini më shpesh atë në regjimin tuaj ushqimor. Lakra e kuqe ndihmon në parandalimin e qelizave të këqija dhe forcon imunitetin tuaj. Sa më e errët jetë ngjyra e frutit ose e perimes, aq më e lartë është numri i antioksidantëve. Kjo do të thotë se trupi favorizohet me molekula të fuqishme që luftojnë në radikalet e lira. Pikërisht këto të fundit janë përgjegjëse për mutacionet e qelizave, duke i shndruar në të dëmshme. Sa më shumë të hani ushqimet që luftojnë në radikalet e lira, aq më të shëndetshëm do të jeni. Sytë tu do të përfitojnë nga konsumi i lakrës së kuqe. Ka kaq shumë lëndë ushqyese te lakra e kuqe dhe një ndër to vlen të përmendet edhe vitamina A. Kjo vitaminë është thelbësore për sytë dhe vizionin e mprehtë. Në të vërtetë, vitamina A është një lloj antioksidanti që mbron kornean dhe gjithashtu shtresën e qelizave të ndjeshme ndaj dritës në pjesën e përparme të syrit që quhet retina. Lakra ndihmon gjithashtu në forcimin e sistemit imunitar. Të kesh një sistem të fortë imunitar do të thotë më pak probleme dhe infeksione. Një nga mënyrat më të lehta për të forcuar imunitetin është të konsumoni sa më shumë lakra të kuqe. Kjo perime është e pasur me vitaminën C, një lëndë ushqyese e njohur që ndihmon në forcimin e sistemit imunitar. Lakra e kuqe ndihmon në parandalimin e osteoporozës sepse përmban të gjitha llojet e mineraleve të nevojshme për kockat e forta. Ato janë të pasur me magnez dhe mangan. Konsumi i saj ndihmon në lehtësimin e ulçrave të stomakut. Kjo perime përmban gjithashtu glutamin, një aminoacid i njohur për lehtësimin e dhimbjeve dhe inflamacioneve të mukozës në sistemin tuaj tretës. Për shembull, me radhë ekspertët e rendisin lakrën si një prej përzgjedhjeve më të mira ushqyese që mund të jepni vlera të çmuara organizmit tuaj dhe një nga perimet më të mira në dobi të shëndetit tuaj. Lakra do të ndihmojë në humbjen e kilogramëve të tepërt. Lakra është një nga perimet më të mira për njerëzit që duan të humbasin peshë në mënyrë të shëndetshme. Një filxhan me lakra të coptëzuara ofron vetëm 22 kalori. Ajo përmban ujë dhe ju mban të ngopur për më gjatë, parandalon urinë dhe mban trupin më të hidratuar. Forcon gjithashtu edhe shëndetin e zemrës. Përfshirja e lakrës në dietën tonë mund të ndihmojë në mbrojtjen kundër sëmundjeve të zemrës. Gjithashtu, përmbajtja e lartë e polifenoleve të lakrës ndihmon në parandalimin e ngritjes së trombocideve dhe redukton presionin e gjakut. Një nga ana tjetër mund të ndihmojë në uljen e riskut të sëmundjeve kardiovaskulare. Lakra ndihmon në uljen e niveleve të lipoproteinës ose ndryshe kolesterolit të keq. Lakra ndihmon gjithashtu në shëndetin e trurit. Duke qenë e pasur me jod, lakra përmirëson funksionin e trurit dhe bën sistemin nervor të funksionojë si duhet. Në fakt, një sasi e shëndetshme e jodit luan një rol kyç në parandalimin dhe trajtimin e çrregullimeve neurologjike siç është Alzheimeri dhe çmenduria. Shtimi i saj në dietën tuaj do të përkthehet në një mbrojtje të veçantë ushqyese në dobi të shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve. Dhe mos nguroni ta keni pjesë të dietave tuaja këtë perime vërtet të veçantë. Vëmendje, ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë,
të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, edhe nuk ka në përqëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.